Aleanca Kuqezi kërkon 12 vjet burg për ministrin e mbrojtjes Arben Imami, me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe korrupsion. Kjo parti ka bërë publike në trotuarin përpara Ministrisë së Mbrojtjes dosjen penale në adresë të ministrit Imami. Sekretari për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare në këtë parti, Edmir Dumleku, ka kërkuar urgjent dorëheqjen e ministrit për veprat penale të korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Aleanca Kuqezi kërkon dorëheqjen e ministrit të mbrojtjes zotit Arben Imami për kryen e veprave penale të korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës, neni 260 i Kodit Penal të Republikës Shqipërisë, i cili parashikon deri në 12 vjet burg. Aleanca Kuqezi i bën thirrje qeverisjes aktuale, pasi ajo çdo ditë po tregon që nuk punon në interesin e shqiptarëve, që në vend të reformave po i degradon institucionet e brishta shqiptare dhe që po i largon shqiptarët çdo ditë më tepër nga integrimi. Ka qenë i menjëhershëm reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes me anë të një njoftimi për mediat, ku partia Aleanca Kuqezi cilësohet si Aleanca Zi e Zi. Sipas dikasterit të mbrojtjes, ajo ndihet e shqetësuar për trashëgiminë e Enver Hoxhës në forcat e armatosura dhe ka bërë një përmbledhje të akuzave të Partisë Socialiste drejt Ministrisë së Mbrojtjes. Ish sekser të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe ish oficer të Traktatit të Varshavës, lexohet në njoftim, nuk pranojnë dot reformat e realizuara nga Ministria e Mbrojtjes dhe as faktin që Shqipëria është pjesë e NATO-s, përfundon reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes.